Ne e dim nga fjala e Perëndis që Adami dhe Eva ishin çifti i parë njerëzor në këtë planet. Dhe ata u ndan nga Perëndia për shkak të mëkatit. Mëkati hyri në njerëzim. Dhe mëkati është ndarje nga Perëndia. Pra, fjala e Perëndis thotë që qysa lind njeriu, lind i errësuar në mendje. Pra, i ndar nga Perëndia për shkak të mëkatit. Kush do të na pajtojë me Perëndin sërish? Para 2000 vitesh para Krishtit, Perëndia zgjodhi një burr që quhet Abraham. Perëndia e zgjodhi për të bërë planin e tij mbi këtë njerëzim, për shpëtimin e tij, për faljen e mëkateve, për pajtimin e njerëzimit me Perëndin. Perëndia e zgjodhi dhe i premtoi atij bekimin e të gjitha familjeve të tokës përmes tij, përmes farës së tij, përmes pasardhjes së tij. Më pas ne shohim që Abrahami vjet në provë. Dhe Abrahami t'i kërkohet nga Perëndia që ai të çojë birin e tij, të vetëm Isakun, të lindur nga bashkëshortja e tij, për të çuar atje në altar, për të sakrifikuar atë për Perëndin. Ishte një besim provë që Perëndia i bëri Abrahamit. Dhe mbas kësaj, Abrahami doli i sprovuar. Abrahami ishte gati të bindej Perëndis deri në fund, të sakrifikonte djalin e tij. Por Perëndia e ndaloi këtë proces. Perëndia nxori përpara syve të tij një dash që kishte ngelur në shkuret dhe e lejoi atë të sakrifikojë në vendin e birit të vet. Ne shohim më pas, 1500 vjet përpara Krishtit, pra 500 vjet pas Abrahamit, shohim një profet, Mojsiun, që Perëndia e zgjodhi për të nxjerrë popullin e tij, Izraelin, nga skllavëria në Egjipt. 430 vjet populli i Izraelit ishte në Egjipt i skllavëruar. Dhe Perëndia zgjodhi Mojsiun për ta nxjerrë këtë popull dhe për ta çuar në tokën e premtuar. Dhe ndërkohë, Perëndia i urdhëron Mojsiun që natën e Pashkës, natën e daljes nga Egjipti, pra një natë përpara sa të dilnin nga Egjipti, çdo familje të sakrifikonte një qenj dhe që me gjakun e qenjit do të lyen pjesët anësore dhe pjesën vertikale të çdo porte, në mënyrë që angjëlli i vdekjes që do të vinte nga Perëndia për të ndëshkuar egjiptasit të mos hynte në shtëpitë e tyre dhe mos vriste të paralindurit e çdo familje izraelite. Perëndia kishte premtuar se ai do të jepte një ndëshkim në Egjipt. Do të vdiste të gjithë paralindurit e familjeve të Egjiptit, por gjithashtu dhe të paralindurit e kafshëve, të baktive. Dhe Perëndia do ta bënte me siguri këtë gjë. Por për popullin e Izraelit, ai siguroi mbrojtjen e popullit. Angjëlli i vdekjes kaloi matan portave të çdo familjeje izraelite. Dhe qengji i flimit që u bë kurban atë mbrëmje, duhet të ajme patjetër brenda asaj nate. Dhe bëjmë një lidhje këtu. Përmes gjakut mund të merret fitimi, pra mund të merret falja, mund të merret çlirimi, mund të merret liria. Përmes gjakut merret shpëtimi. Dhe përmes Jezusit, Perëndia solli realizimin e planit të tij. Pra ishte përfundimi i planit që Perëndia kishte për njerëzimin. Shfaqja përfundimtare që Perëndia solli në njerëzim. Jezusi erdhi për të vdekur në kryq si një qenj kurban, për ty dhe për mua, në mënyrë që ai të falte mëkatet tona. Ai të çliroj ty nga fuqia e mëkatit. Ai të liroj ty nga fuqia e vdekjes. Jezusi erdhi për të vdekur në kryq dhe përmes gjakut të tij, kushdo që beson tek ai merr faljen e mëkateve dhe pajtohet me Perëndin, pajtohet me Krijuesin. Pra shiko sa bukur Perëndia sjell planin e tij të realizuar vetëm përmes birit të tij.
Dhe përse ai e realizoi këtë? Ishte 100% njeri, 100% Perëndi. Ishte i lindur nga Virgjëra Mari, ishte i lindur dhe i krijuar pra nga fuqia e frymës së shenjtë. Pra ai u krijua në barkun e Virgjës Mari përmes fuqisë së frymës së shenjtë. Dhe vetëm ky person mund të bënte shfaqësimin e mëkateve të njerëzimit. Një person i pastër totalisht, i pa mëkat. Jezu Krishti, qengji kurban, që erdhi për shfaqësimin e kujdo nga mëkatet e veta. Në qoftë se ti e vendos besimin tek ai, atëherë Perëndia këtë radhë do të falë ty për mëkatet e tua dhe ti do të kesh një jetë tjetër. Ti do të pajtohesh me Perëndin dhe do të jetosh jetën e përjetshme. Do të jetosh së bashku me të në parajs. Kjo është falja e mëkateve, që nuk vjen përmes shfaqësimit nga gjaku i qengjave, i kafshëve, i baktive të ndryshme, sakrificës së tyre, por që vjen vetëm nëpërmjet gjakut të shenjtë të një personi, i cili është i vetmi ndërmjetësues midis njerëzimit dhe krijuesit Perëndis. Dhe ky është Jezu Krishti. Besoni tek ai dhe do të shpëtoheni.